Një pallat 12 katësh në kryeqytet i ndodhur në zonën e rrugës së Dibrës pranë QSUT-s është konfiskuar nga autoritetet pas zbulimit të një ndërtimi të konsiderueshëm pa leje, që ka sipërfaqe mbi 2.50 metra katror. Sipas verifikimeve të kryera nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me Komisariatin numër 4, objekti rezulton të ketë kaluar lejen e miratuar duke ndërtuar 3 kate shtesë mbi projektin fillestar. Ky dekalim përbën më shumë se 20% të sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit, duke e futur rastin në kategoritë e shkeljeve që sjellin konfiskim të plotë të objektit. Autoritetet bën me dije se godina ishte vënë gjithashtu në përdorim pa certifikat përfundimtar shfrytëzimi, çka përbën një tjetër shkelje të legjislacionit në fuqi për ndërtimin. Në bazë të aktit normativ të miratuar më herët dhe botuar në fletoren zyrtare, rastet kur dekalimi i lejes kalon kufirin e përcaktuar ligjor çojnë në konfiskimin e plotë të objektit i cili më pas mund të kalojë për përdorim publik ose për qëllime të strehimit social. Ndaj dy ndërtuesve të përfshirë në realizimin e projektit janë nisur procedurat penale, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet për të përcaktuar përgjegjësitë e plota në shkeljet e konstatuara.